Është e mërkur, data 6 maj, në orën 6:20 minuta, mbërrim në terminalin e Peshkopis, në orën 7 pa 1 minut, fugoni i agjensisë Leugita Trans mbërri në terminal pa respektuar qëndrimin 15 minuta në vend parkim, futemi brenda dhe pas 2 minutave nisemi për në Prizren. Në timon është i njëjti shofer që akuzohet prej 5 vitesh nga konkurenca, ndërsa në brendësi të fugonit ndodhet vetëm një pasagjer i ulur nëse i dilet e para. Në orën 7:36 minuta në fshatin Slov, mjeti ndalon për të marrë një pasagjer dhe më pas vijon sërish rrugën. Kjo është shkelja e parë. Pasi edhe nëse ky person do të ndalojë në Prizren, duhet marrë në terminal ose në Kalan e Dodës, ku është ndalesa e parë. Në orën 7:54 minuta, fugoni ndalon në Kalan e Dodës, një djalë i ri hyn në fugon, ndërsa pasagjeri që hipi në Slav zbret aty, ndërkohë bileta është inekzistente. Dhe mos harrojmë që këto hipje zbritje i takojnë linjës ndërqytetase, jo asaj ndërkombëtare. Por të presim sepse kemi rrugë të gjatë për të bërë. Udhtojmë edhe për disa kilometra. Në orën 8:40 minuta në fshatin Kolesian hipën një tjetër pasagjer, i cili zbret në Kukës. Diçka që është ndaluar, pasi siç u sqaruam, për këto itinerare duhet licencë kombëtare, dokument që nuk disponohet nga agjencia Leugita Trans, duke cënuar kështu konkurrencën e ndershme mes operatorëve. Ne do të vjojmë rrugën deri në Prizren e do të kthehemi sërish për të parë se deri ku shkon shkelja e kompanisë Leugita Trans. Nga Kuksi deri në Kosovë nuk bëhet asnjë ndalesë. Zbresim në terminalin e Prizrenit dhe kthehemi aty pas një ore. Në fugon ndodhem vetëm një çift të moshuarish, nuk vonojmë shumë dhe nisemi për në Shqipëri. Jemi 4 persona në bord. A ja vlen të bësh gjithë këtë rrugë për 4 pasagjer? Absolutisht jo. Prandaj dhe shkelet licenca. Pasi hym në Shqipëri në orën 12:40 minuta në rrugën Gryqcaje, hipën një pasagjer dhe zbret në Bushtric pas 8 minutash udhëtim. Në Bushtric hipën një pasagjer tjetër, i cili në orën 1:22 minuta zbret në Slov. Udhtojmë pa kilometra. Në orën 1:28 minuta në fshatin Slov hipën një tjetër pasagjer, 7 minuta më pas një tjetër vajzë e cila sapo ka përfunduar mësimin. Në orën 1:39 minuta, 2 gra hipin njëra pas tjetrës në Shumbat dhe kështu fugoni mbushet pothuajse plot, me pasagjerë të cilët janë vjedhur fugonit të dëfrimit. Në orën 1:52 minuta, pak kilometra pa mbërritur në Peshkopi, një djalë i ri na bashkohet në fugon. 10 minuta më pas, një nga gratë që hipi në Shumbat zbret, më pas zbresin edhe 2 të tjerë, e në fund edhe djali me bluzë të kuqe. 3-4 minuta më pas, edhe vajza me çantë shkolle zbriti pak pa mbërritur në terminal, dhe tani është radha jon të zbresim jashtë terminalit dhe në kundërshtim të plot me ligjin. Çdo futesh brenda te? Jo. Shoferit japim lekët, por bileta nuk marrim. Pasi zbresim, fugoni vijon rrugën për në qytet. Dhe ne shkojmë pas tij deri në ndalesën e fundit. Jam Freardi nga misioni Piranjat. Besoj e koshient për çfarë jemi këtu dhe për gjithë shkelit që ke për sot gjithë ditën që kur jemi nisur nga Peshkopia deri në Prizren, edhe nga Prizreni kur jemi kthyer, që për vitin 2021 çdo ditë. Po pse i bën këto shkelet? Duke qenë se ti ke marr dhe paralajmërime dhe gjoba administrative, të rreqet të cirkullimit, task forcat kanë ndaluar disa herë, pa bileta, qytetarët, edhe ne pa biletë. I vetëdijshëm për gjithçka dokumentuam, Leonardi zgjedh heshtjen si përgjigje. Ka një pretendim që edhe orarin 7 e ke bërë gjysmë ore përpara orarit të Alptrans. Edhe ardhjen nga Kuksi deri këtu e ke 12 pa 5, 5 minuta përpara 12-s së zotërisë. Domethënë po ka stila ashtu për me kap njerëzit, nuk presin dot ata deri në 12 mu. Në fakt çdo gjë duket e studiuar për të nxjerrë jashtë loje konkurrentin, pavarësisht se ky i fundit disponon dokumentacion të rregullt për linjën Peshkopi Kukës Peshkopi. Madje kaq e studiuar sa që arrin të rrezikojë jetën e udhëtarëve për të mbërritur i pari në stacionin e radhës. Si në këtë rast, ku shihet fugoni i Leonardit pas atij të dëfrimit në zonën e Kolesianit dhe në vizë të pandërprer në kundërshtim me rregullat e qarkullimit rrugore, parakalon për të qenë para tij dhe për t'i marrë ai pasagjerët, të cilët me letrat që disponojnë i takojnë dëfrimit. Nëse do ta kishe linjë ndërqytetase, nëse qytetarët donin të vinin me ty, është zotësia jote, por nuk e ke ndërqytetase, e ke ndërkombëtare. Pra e ke nga Prizreni në Peshkopi dhe nga Peshkopia në Prizren. Ta verifikojmë edhe një herë. Edhe ministria ta ka dhënë me dokument që e ke të ndaluar të marrësh njerëz në Kukës ti zbresësh në Peshkopi, sepse e ka ndërqytetase, jo ndërkombëtarja. A je vetëdijshëm për këtë gjë?